Mirëmbrëma. Atëherë, para se të kalojmë te protesta, dëshiroj të ndalim pak te ajo se çfarë ndodhi sot. Asambleja e Partisë Socialiste të mbajtur në Durrës, ku mes të tjerash okupati dhe kritika pra mes të vetëve. Zoti Rama përmendi disa element. Dua ta nis me drejtësinë, që thotë që nuk është aty ku duhet. Në fakt, edhe përplasja verbale mes Partisë Socialiste dhe drejtësisë ka vjuar prej kohësh. A mendoni se është ende në vazhdën e saj? Unë besoj që kjo përplasje do të vi duke u thelluar, por që sigurisht do të dëmtojë jashtëzakonisht shumë vetë kryeministrin Rama, por edhe Partinë Socialiste, sepse çështja e reformës në drejtësi është një kush sine qua non sa i takon integrimit të Shqipërisë dhe çdo procesi të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, e para dhe kryesorja. E dyta, le të mos harrojmë për asnjë moment që reforma në drejtësi ka qenë një reformë e iniciuar, mbështetur dhe e finalizuar, do të thoja, me shumë presion nga aleatët tanë strategjik, si kundër Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në këtë kontekst, besoj që nuk do të ketë shumë hapësira për Partinë Socialiste, partej tentativave për të ndërhyrë më shumë se çka ndërhyrë deri më tash. Në të njëjtën kohë, kjo qasje e kryeministrit Rama në këtë periudhë, e kam thënë dhe herë tjera, nuk bëri asgjë më shumë dhe asgjë më pak, vetëse e çorja të maskën e njeriut i cili ishte mbështetësi më i flakt i reformës drejtësi, sepse në momentin që kjo reformë tentoi të godas në sensin pozitiv, pra të vijonte hetimet me personazhe të cilat kanë qenë të lidhura jashtëzakonisht ngushtë me vetë kryeministrin, atëherë aty e pam që pati një qëndrim on blok të Partisë Socialiste, që sigurisht ka qenë një qëndrim i imponuar nga vetë zoti Rama, i cili është aktualisht jo thjesht dhe vetëm kryeministri, është drejtuesi i Partisë Socialiste dhe në situatën që ndodhemi ka instaluar, sikundër e kemi thënë dhe herë tjera, ka instaluar pothuajse një monarki kryeministrore. Pra është njeriu orkestër që vendos dhe vulos për gjithçka. Por besoj se në këtë rast, përtej presioneve, betejë me organet e drejtësisë nuk do të jetë kaq e lehtë për tu